Gjatë 7 viteve, ai jetoi i rrethuar nga luks, por pa parë absolutisht asgjë, verbëria ishte shoqëruesja e tij e vetme. Çdo hap në pallat ishte i matur, çdo gjest i zhytur në heshtje dhe vetmi. Derisa një fëmijë i sjell nga një e papritur, u ul në tryezën që prej vitesh njihte vetëm boshllëkun. Në atë çast, gjithçka ndryshoi dhe ai kuptoi se ndoshta kishte ende dritë brenda errësirës. Nëse kjo histori ju interesoi, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe na tregoni nga cili qytet po na ndiqni. Tani, vazhdojmë. Mëngjesi vinte gjithmonë një lloj në vilën e madhe në kodrën e diellit në Tiranë. Zilja e alarmit binte në 6:15 fiks dhe Arben Kulla hapte sytë përballë së njëjtës hiqjeje të përhershme. Errësira që e shoqëronte prej 7 vitesh nuk ndryshonte me dritën e ditës. Nuk kishte rëndësi nëse jashtë dielli çante rret apo nëse shiu rrite xhamat e mëdhenj të shtëpisë. Për të, ishte gjithmonë natë. Numëronte hapat deri në banjë. 12 hapa nga krevati dopio deri te dera e ftohtë prej mermeri. Gjithmonë 12. Asnjëherë 13, asnjëherë 11. Rutina ishte e vetmja siguri e tij në një botë që ishte shembur atë natë korriku me shi, 7 vjet më parë. Arbeni nuk e mbante mend më mirë fytyrën e Valbonës, gruas së tij. Përpiqej ta rikthente imazhin e saj në ëndra, por kujtesa i luante rendje mizore. Ajo që i mbetej ishte zëri, aroma e parfumit të saj, mënyra si qeshte kur ai tregonte ndonjë shaka pa krip. Dhe barku i madh 6 muajsh, ku flinte i biri që nuk e njohu kurrë. Dushi ishte një tjetër ritual. Sapuni në dorën e majt, shampon në raftin e xhamit në të djathtë, peshiri gjithmonë në të njëjtën varse. Asgjë nuk mund të ndryshonte vend. Po të ndryshonte, ai humbiste. Dhe të humbiste, për Arbenin, ishte më shumë se të pengoheshe pas një mobilieje. Ishte të ndjeje se toka ishte zhdukur nën këmbët e tij. Viste kostumet pa asnjë rrudhë që askush nuk i shite. Këmish linoje italiane, kravat mëndafshi, këpucë angleze të lustruara çdo mëngjes nga Gëzimi, kujdestari që jetonte në një shtëpi të vogël në fund të oborrit. Gëzimi ishte rreth të 50-ave, me flokë të thinjur dhe një durim murgu. Punonte për familjen Kulla prej më shumë se 2 dekadash që para aksidentit. E kishte parë Arbenin të rritej, të martohej, të merrte trashëgimin e të atit dhe të merrte drejtimin e tekstile Kulla, një nga kompanitë më të mëdha të pëlhurave fine në vend, me fabrika të shpërndara në 3 qarqe dhe eksporte drejt Evropës. Por Arbeni për të cilin Gëzimi kujdesej tani ishte tjetër kush. Ishte një hije brenda një vile që ngjante më shumë me një mauzole. Në 7:30 të mëngjesit, Arbeni zbriste në zyrë. Numëronte shkallët, 17 gjithsej, duke u mbajtur fort te parmaku i drurit të gdhendur që gjyshi i tij e kishte importuar nga Italia. Zyra ishte i vetmi vend ku ai ndihej ende produktiv. Kompjuter me lexues ekrani, kufje të teknologjisë së fundit, telefon i përshtatur. Drejtonte mbledhje me videokonferencë pa e ndezur kur kamerën. Dëgjonte raporte financiare, miratonte kontrata, diskutonte strategji tregu. Motra e tij, Claudia, menaxhonte pjesën operacionale të kompanisë që nga aksidenti, por Arbeni ende firmoste gjithçka, ende vendoste gjithçka, ende kontrollonte çdo qindark sikur kompania të ishte gjëja e fundit ku mund të kapesh. Dhe ndoshta ishte. Dreka shërbehej në 12:30. Gëzimi sillte tabakan deri te tavolina e zyrës. Ushqim pa shije, pa ngjyrë, pa kuptim. Arbeni hante sepse duhej të mbijetonte, jo sepse kishte ndonjë kënaqësi. Ndonjëherë dëgjonte frymëmarrjen e Gëzimit në anën tjetër të dhomës, duke pritur të mblidhte pjatat. Nuk flisnin shumë. Gëzimi e dinte se zotëria nuk donte muhabet. Donte heshtje. Por ishte në darkë që vetmia bërtiste më fort. Çdo natë, në orën 7, Arbeni ulej në krye të tavolinës së ngrënies që nxinte 16 persona. Tavolina ku familja Kulla mblidhte zakonisht të afërm e miq në festat e fundvitit, në ditëlindje, në drekat familjare të së dielës. Tani, vetëm një karrige ishte e zënë. E tia. 15 karriget e tjera ishin aty, të rreshtuara, bosh, akuzuese. Gëzimi e rregullonte vendin me kujdes. Mbules linoje e qëndisur, en porcelani francez, takë me argjendi, got kristali. Sikur të ishte një darkë gala për një person të vetëm. Arbeni dëgjonte tiktakun e orës së vjetër të varur në mur, zhurmën e takmeve të tij që gërvishnin pjatën, frymëmarrjen e tij që jehonte në sallonin e stërmall.
hante ngadalë duke përtypur çdo copë si dikush që kryen një dënim. Dhe kur mbaronte, ngrihej pa thënë asgjë, numëronte hapat deri në korridor dhe ngjitej në dhomë. Edhe një ditë kishte mbaruar. Edhe një ditë identike me të mëparshmen. Klaudia shfaqej në vil të paktën 2 herë në javë, gjithmonë e ngarkuar me dokumente, gjithmonë duke folur shpejt, gjithmonë me atë tonin e dikujt që po zgjidh probleme. Ishte 2 vjet më e re se Arbeni, 43 vjeçe, vishte kostume të ngushta dhe taka të larta, dhe mbante kompaninë mbi supe që kur i vëllai ishte mbyllur në shtëpi. Ajo nuk e tha kur me zë të lartë, por Arbeni e ndjente. E ndjente në padurimin e saj, në mënyrën si pëshertinte kur ai vonohej të vendoste diçka, në formën si ajo shmangte të prekte tema personale. Atë të martë tetori, Klaudia erdhi më herët se zakonisht. Arbeni ishte në zyrë, duke rishikuar një kontratë eksporti me lexuesin e ekranit. Dëgjoi zërin e saj në korridor, duke folur në telefon, me siguri me ndonjë furnitor. Ajo hyri pa trokitur, siç bënte gjithmonë. Arben, duhet t'i firmosësh këto letra sot. Mbledhja me investitorët është nesër dhe nuk mund të vonohemi më. Ajo vendosi dokumentet mbi tavolinën e drurit të errët, zhurma e thatë e fletëve theu heshtjen. Arbeni fiku kompjuterin dhe zgjati dorën. Gëzimi, që ishte aty pranë, u afrua për ta ndihmuar. Sa faqe janë? Pyeti Arbeni. 12. Do që ti lexoj unë apo preferon gëzimin? Lexoi ti. Klaudia tërhoqi një karrige dhe filloi. Fliste shumë shpejt, si gjithmonë, duke kapërcyer detaje që i konsideronte të parëndësishme. Arbeni përpiqej ta ndiqte, por mendja i fluturonte. Mendonte për Valbonën, për djalin që nuk lindi, për djepin që ishte ende i montuar në një nga dhomat e mbyllura të katit të 2. Askush nuk hynte atje. As gëzimi. As stafi i pastrimit. As ai vetë, prej vitesh. Arben, po më dëgjon? Po. Atëherë firmos shpejt. Kam edhe 3 mbledhje të tjera sot. Ai mori stilolapsin që gëzimi i vuri në dorë dhe firmosi aty ku i tregoi e motra. Jo se i besonte plotësisht, por nuk kishte zgjidhje. Nuk i shite kontratat, nuk mund t'i verifikonte shifrat, nuk kishte më forcë të zihej. Klaudia i futi letrat në dosjen prej lëkure dhe u ngrit. Duhet të dalësh nga kjo shtëpi, Arben. Nuk është normale. Nuk është e shëndetshme. Ai nuk u përgjigj. Ajo pëshertiu në atë mënyrën e lodhur që ai e njihte mirë. Do të dërgoj ekipin e ri të pastrimit të premten. I vjetri iku. Pse? Nuk e di. Gëzimi merret me këto gjëra. Por kam punësuar një tjetër. Fillon javën tjetër. Dhe doli duke lënë pas një gjurmë parfumi të shtrenjtë dhe nervozizmi të përmbajtur. Arbeni mbeti sërish vetëm, duke dëgjuar hapat e saj që largoheshin nëpër korridorin e mermer. Të premten, punonisja e re e mbërriti. Arbeni as nuk e mori vesh mirë se kush ishte. Gëzimi e priti, i shpjegoi rutinën e shtëpisë, i tregoi dhomat që kishin nevojë për vëmendje. Gruaja ishte e heshtur, efikase, diskrete. Gjithçka që pritej. Quhej Edlira, ishte 32 vjeçe, jetonte vetëm me vajzën e vogël në një apartament me qira në kombinat, në periferi të Tiranës. Merrte 2 autobus për të mbërritur deri në kodrën e diellit. Zgjohej në 5 të mëngjesit, linte vajzën në kopshtin shtetëror dhe arrinte në vil në 8 fiks. Edlira ishte e dobët, me flokë gështenjë të mbledhur në një topuz të thjeshtë, duar të vrara nga puna e shumë. Kishte filluar të punonte në moshën 14 vjeç, pasi ati i vdiq në një aksident me motor. Ishte rritur praktikisht vetëm, duke ndihmuar të ëmën të mbante 3 vëllezërit më të vegjël. U martua herët në moshën 19 vjeç me një djalë që dukej premtues, por që u zhduk sapo mori vesh për shtatëzanin. Edlira e rriste vajzën vetëm që atëherë, duke luftuar për të paguar qiran, ushqimin, pelenat, ilaçet, gjithçka që i duhet një fëmije. Kishte punuar në restorant, në dyqan, në zyrë, në parukeri. Jeta nuk kishte qenë kurrë e lehtë, por ajo nuk ankohej. Vazhdonte përpara. Vajza e Edlirës quhej Elena. Ishte 2 vjeç e gjysmë, me sy të mëdhenj e kureshtar, flok kaçurel që i shpëtonin gjithmonë nga fjongot roz që ëma këmbëngulte t'i vinte. Elena ishte nga ata fëmijë që nuk rrin urtë, që bëjnë mira pyetje, që duan të prekin gjithçka, që nuk kanë frikë nga njerëzit e çuditshëm.
Edlira gjithmonë e kishte pasur të vështirë të gjente dikë të besuar për ta lënë vajzën ndërsa punonte. Kopshti ishte larg, mbyllej herët dhe jo gjithmonë kishte vende. Ditët e para, Edlira e la Elenën me një fqinje të moshuar, Teto Teftën, e cila kujdesej për disa fëmijë të pallatit në këmbim të pak parave. Por në javën e dytë të punës, Teto Tefta u sëmur. Asgjë serioze, vetëm një grip i fortë, por mjaftueshëm për të mos u kujdesur dot për fëmijët. Edlirën e kapi paniku. Nuk mund të mungonte në punën e re, nuk mund të rrezikonte ta humbiste punën që në fillim. Kështu, pasi u telefonoi gjysmë duzine njerëzish dhe nuk gjeti askënd, mori një vendim të rrezikshëm. Mori Elenën me vete. Gëzimi u çudit kur pa vogëlushën duke hyrë nga dera e kuzhinës, e kapur fort pas dorës së së-ëmës. Edlira i kërkoi falje, i shpjegoi situatën, i garantoi se vajza do të rinte urtë, se nuk do të pengonte, se mund të luante me lodrat që kishte sjellë në çantë ndërsa ëma punonte. Gëzimi, që kishte zemër të butë për fëmijët, pranoi. Por e paralajmëroi se zotëria nuk duhej ta merrte vesh. Arben Kulla ishte një njeri i vështirë, i mbyllur në dhimbjen e tij, dhe çdo ndryshim në rutinën e shtëpisë e nervozonte. Elena qëndroi në kuzhinë gjithë mëngjesin, ulur në dy sheme, duke luajtur me kuba shumë ngjyreshe. Ishte një fëmijë i bindur, ose të paktën përpiqej të ishte. Por fëmia është fëmijë. Dhe fëmia nuk kupton nga rregullat e padukshme, nga heshtja e detyrueshme, nga kufit social. Për të, ajo shtëpi e stërmadhe ishte një park gjigant që priste të eksplorohej. Ishte në orën e drekës që gjithçka ndryshoi. Edlira po pastronte sallën e ngrënies duke fshirë me leckë mobiljet e drurit të errët, kur vuri re se Elena nuk ishte më në kuzhinë. Zemra e nënës u bë akull. Ajo la leckën dhe doli ta kërkonte, duke e thirrur me zë të ulët për të mos bërë zhurmë. Elena. Elena, ku je? Vajza kishte dalë nga dera e kuzhinës dhe kishte përshkuar korridorin e mermer. Hapat e saj të vegjël e të shpejt jehonin në heshtjen e shtëpisë. Ajo pa sallën e madhe të ngrënies, me atë tavolinë gjigante plot me karrige bosh. Dhe pa një burr të ulur vetëm në krye të tavolinës, me syze të errëta brenda në shtëpi, duke ngrënë në heshtje. Elena nuk kishte frikë. Nuk e dinte ç'ishte hierarkia, nuk kuptonte nga shefi dhe punonjësi. Vetëm pa dikë që po hante vetëm dhe ju duk shumë e çuditshme. Në shtëpinë e saj, sado e vogël të ishte, gjithmonë kishte dikë pranë në kohën e vaktit. Të ëmën, fqinjen, ndonjë kushëri që shfaqej. Askush nuk hante vetëm. Ajo tërhoqi një karrige, u ngjit me vështirësi, u ul pranë Arbenit dhe bëri pyetjen më të thjeshtë në botë, je vetëm? Po ulem me ty. Arbeni ndaloi me pirunin në ajër. Për një çast, mendoi se po imagjinonte gjëra. Por zëri i vogël ishte i vërtet, plot jetë. Ai ktheu fytyrën në drejtim të zërit dhe qëndroi në heshtje, pa ditur çfarë të thoshte. Në atë moment, Edlira hyri me vrap në sallë, me fytyrën të zbet nga frika. Zoti Arben, më falni, ju lutem, më iku, nuk e pash, betohem që nuk do të ndodh më. Zëri i saj dridhej. Ajo mori Elenën në krah, duke u përpjekur ta hiqte nga karrigia. Por vajza rezistoi, duke u kapur pas tavolinës. Jo, mami, dua të ri. Ai është vetëm. Edlira tërhiqte të bien, duke kërkuar falje pa pushim, por Arbeni ngriti dorën, duke kërkuar heshtje. Të gjithë mbetën të palvizur. Gëzimi u shfaq në derë, duke vëzhguar skenën, gati për të ndërhyrë nëse ishte e nevojshme. Arbeni mori frym thellë. Ndjente aromën e shampos së fëmijëve, dëgjonte frymëmarrjen e shpeshtë të fëmijës, zemrën e rrahur të nënës. Dhe atëherë, për herë të parë në 7 vjet, tha diçka që askush nuk e priste. Lëre të ri. Edlira puliti syt, pa kuptuar. Zotëri? Lëre vajzën të ri. Nëse do të haj darkë me mua, mund të ri. Gëzimi zgurdulloi syt. Edlira mbeti pa reaguar. Elena, sigurisht, festoi sikur të kishte fituar një çmim. Vërtet? Vërtet mund të ha këtu? Mundesh. Por duhet ta hash të gjithë, pa u ankuar. E ha të gjithë. Premtoi Elena, duke tundur këmbët e vogla poshtë tavolinës. Gëzimi shkoi në kuzhinë dhe u kthye me një pjatë për vajzën. Edlira qëndroi aty në këmbë, pa ditur nëse duhej të ikte apo të rinte pranë. Arbeni e vuri re hezitimin e saj. Edhe ti mund të hash nëse do.
Jo, zotëri, unë kam ngrënë, faleminderit. Gënjente. Nuk kishte ngrënë asgjë. Asnjëherë nuk hante gjatë punës, e ruante ushimin e marrë me vete për ta ndarë me Elenën më vonë, në shtëpi. Por nuk do ta pranonte këtë para shefit. Elena hëngri me qejf, duke bërë zhurmë, duke u bërë pis në gojë, duke kërkuar më shumë lëngë, duke qeshur vetë me diçka që vetëm ajo e kuptonte. Arbeni dëgjonte gjithçka, i palvizur, sikur po përpiqej të deshifronte një gjuhë të huaj. Prej sa kohësh nuk kishte dëgjuar një të qeshur brenda asaj shtëpie? Prej sa kohësh ajo tavolin nuk shërbente për gjë tjetër veç se për vetmi? Në mes të darkës, Elena bëri një pyetje që e kapi Arbenin në befasi. Pse mban syze brenda në shtëpi? Edlira u mbyt. Elena. Kjo nuk pyetet. S'ka gjë, tha Arbeni me një zë më të butë se zakonisht. I mbaj sepse nuk shikoj dot. Jam verbuar. Elena mbeti mendueshëm për disa sekonda, duke përtypur ngadalë. Pastaj, me logjikën e pajpur të fëmijëve, tha, atëherë ti nuk e sheh ushimin? Si e di çfarë po ha? I ndjej erën. Dhe shijen. Po ngjyrën nuk e sheh. Nuk e shoh. Duhet të jetë keq. Mua më pëlqen t'i shoh gjërat. Unë i shoh të gjitha. Do që të shoh unë për ty? Arbeni ndjeu diçka t'i shtrëngoi në gjoks. Nuk ishte mëshirë. Nuk ishte bamirësi. Ishte partneritet. Një fëmijë që ofronte sytë e vet si dikush që jep huaj një lodër. Dua, po. Ti mund të jesh sytë e mi. Elena buzëqeshi, e kënaqur me misionin. Dhe vazhdoi të hante, tani duke përshkruar çdo gjë që shite. Ngjyrën e mbulesës, shkëlqimin e takëmeve, vizatimin e enëve, dritaren e madhe që shite nga kopshti i errët. Arbeni dëgjonte gjithçka në heshtje, duke ndier diçka që nuk e kishte ndier prej shumë kohësh. Diçka të ngjashme me praninë. Kur darka mbaroi, Elena zbriti nga karrigia dhe, pa paralajmëruar, i dha një përqafim të fortë këmbës së Arbenit. Nesër do të vi prap. Askush nuk ha vetëm, dakord. Dhe doli me vrap, duke e lënë Arbenin sërish vetëm në sallën e ngrënies. Por heshtja tani ishte ndryshe. Nuk ishte më një heshtje e vdekur. Ishte një heshtje plot jehona, zëra, jetë. Edlira u kthye disa minuta më vonë për të mbledhur pjatat, ende e turpëruar. Zoti Arben, ju kërkoj falje sërish. Nesër do të gjej dikë që të rrijë me të. Arbeni tundi kokën. Nuk ka nevojë. Nëse të duhet ta sjellësh, sill e. Edlira mbeti pa fjalë. Falenderoi me zë të ulët dhe doli. Gëzimi, që po pastronte kuzhinën, gjithashtu nuk tha asgjë. Por ai e njihte Arbenin mjaftueshëm për të vënë re diçka ndryshe atë natë. Një e qarë në fortesë. Të nesërmen në mëngjes, Arbeni u zgjua në të njëjtën orë si gjithmonë. Numëroi të njëjtët 12 hapa deri në banjë, bëri të njëjtin dush, veshi të njëjtin lloj rrobash. Por diçka kishte ndryshuar. Ai priste që të vinte nata. Priste darkën. Priste të dëgjonte sërish atë zë të vogël duke bërë pyetje që askush tjetër nuk guxonte t'i bënte. Dhe Elena u kthye. U kthye të martën, të mërkurën, të enjten. Gjithmonë në të njëjtën orë, gjithmonë me të njëjtën energji, gjithmonë duke bërë pyetje të pamundura. Donte të dinte pse shtëpia ishte kaq e madhe nëse jetonte vetëm një person. Donte të dinte pse ai nuk kishte qen, pasi të gjithëve u duhej një qen. Donte të dinte nëse i pëlqente akullorja, nëse dinte të luante top pa parë, nëse syzet e errëta ishin magjike. Dhe Arbeni përgjigjej. Ndonjëherë me durim, ndonjëherë duke qeshur, ndonjëherë i zënë ngushtë. Por përgjigjej. Pak nga pak, tavolina e darkës filloi të kishte 2 pjata. Pastaj 3, sepse Edlira u binte të hante bashkë me ta. Gëzimi përgatiste vaktet me më shumë kujdes, vinte lëng portokalli për Elenën, bënte patate të skuqura kur vajza i kërkonte, ruante akullore në ngrirje. Shtëpia vazhdonte të ishte e stërmadhe. Vetmia ishte ende aty, e fshehur në përqoshe. Por për herë të parë në 7 vjet, Arben Kulla nuk darkonte më vetëm. Javët në vijim sollën ndryshime delikate, por të thella, në rutinën e vilës. Arbeni ende zgjoi në të njëjtën orë, ende numëronte të njëjtët hapa, ende vishte kostumet pa asnjë rrullë. Por tani kishte diçka ndryshe në mënyrën si e kalonte ditën.
Kishte një pritshmëri. Një arsye që ora të vraponte deri në 7 të mbrëmjes. Elena u bë prani e vazhdueshme në darka. Edlira u përpoq në javët e para ta mbante vajzën larg shefit, duke menduar se kjo ishte një favor i përkohshëm, një mirësjellje që do të mbaronte shpejt. Por Arbeni këmbëngulte. Nuk ishte kërkesë. Ishte pothuajse një urdhër i maskuar si ftesë. Gëzimi filloi të shtronte 3 vende në tavolinë çdo natë. Pjata e Elenës qëndronte pranë asaj të Arbenit me takëme më të vogla, gotë plastike me ngjyra, pecet me vizatim arushi. Vajza i transformoi darkat. Tregone histori nga kopshti, imitonte zërin e edukatores, ankoi për një djalë që i tërhiqte flokët, festonte kur mësonte një këngë të re. Arbeni dëgjonte gjithçka me vëmendje, ndonjëherë duke bërë pyetje, ndonjëherë thjesht duke dëgjuar tingullin e atij zëri fëmijëror që dukej se sillte dritë brenda shtëpisë së errët. Një natë, Elena solli një vizatim që kishte bërë në kopsht. Letër e bardhë e zhubravitur, shkaravina me lapsa dylli në ngjyrat më të pamundura. Ajo u ngjit në karrige, zgjati letrën në drejtim të Arbenit dhe tha, "Krenare, shiko çfarë kam bërë. Jemi ti dhe unë." Arbeni e mori letrën me kujdes, duke kaluar gishtat mbi sipërfaqen e ashpër. Nuk mund ta shihte, por ndjente teksturën e parregullt të dyllit, palosjet e letrës, dashurinë me të cilën ishte bërë. "Ma trego. Si është vizatimi?" Elena filloi të përshkruante me atë logjikën e shtrembër të fëmijëve. Tha se ajo ishte me fustan blu, por bluja që kishte përdorur ishte më e hapur sepse e errëta kishte mbaruar. Tha se Arbeni ishte me syze të mëdha, sepse ajo nuk arrinte t'i bënte të vogla. Tha se të dy ishin kapur për dore, megjithse në jetën reale nuk kishin ecur kurrë kështu. Por në vizatim, po. Në vizatim ata ishin miq që ecnin bashkë. Arbeni e ruajti letrën. I kërkoi Gëzimit ta vendoste në frigorifer me magnet. Ishte vizatimi i parë që zbukuronte atë shtëpi në 7 vjet. Edlira vëzhgonte gjithçka me një përzierje mirënjohjeje dhe frike. Mirënjohje sepse e bija ishte e lumtur, e ushqyer mirë, e sigurt. Frikë sepse gjithçka dukej shumë e mirë për të zgjatur. Ajo e njihte jetën. E dinte se gjërat e mira zakonisht kanë një afat të shkurtër skadence për njerëz si ajo. Por nuk tha asgjë. Thjesht vazhdoi të punonte, duke pastruar shtëpinë me përkushtim, duke u kujdesur për çdo detaj sikur të duhej të provonte se e meritonte të ishte aty. Ishte në një nga këto net darke që Arbeni pyeti diçka që e kapi Edlirën të papërgatitur. "Banon larg?" Edlira ndaloi me pirunin në ajër, e habitur. Arbeni rrallë bënte pyetje personale. "Banoj në kombinat, zotëri." "Në periferi." "Sa kohë të duhet për të ardhur?" "Rreth 2 orë." "Varet nga trafiku." 2 orë. "Dhe e bën këtë çdo ditë?" Nuk ishte pyetje. Ishte konstatim. Edlira nuk diti çfarë të përgjigjej. Ngriti supet sikur të ishte diçka normale. "Puna, nejse. Mësohesh." Arbeni qëndroi në heshtje për disa sekonda, duke përtypur ngadalë. Elena, e pavëmendshme ndaj bisedës, luante me patatet në pjatë, duke bërë fytyra para se t'i hante. "Dhe baba i vajzës?" pyeti Arbeni me kujdes. Edlira u përmbaj. "Nuk ka baba. Do me thënë, ka, por nuk është prezen. U zhduk kur mori vesh për shtatzënin. Nuk e kam parë më kurrë." Arbeni tundi kokën, pa gjykuar. E dinte ç'ishte humbja. E dinte ç'ishte të krijoje pritshmëri dhe t'i shije të shembeshin brenda një nate. Secili e mbante dhimbjen e vet në mënyrën e tij. Duhet të jetë e vështirë. Ta arrisësh vetëm. Është. Por ja dalim. Gjithmonë ja kemi dalë. Biseda mbeti pezull aty. Nuk ishte e pakëndshme, por ishte delikate. Edlira ju kthye ushqimit në heshtje dhe Arbeni nuk këmbënguli. Por diçka kishte ndryshuar në atë shkëmbim. Ishte sikur ai të kishte hapur një derë, qoftë edhe vetëm një të qarë. Ditët kaluan dhe prania e Elenës filloi të përhapet nëpër shtëpi. Lodra të harruara në korridor, vizatime të ngjitura në frigorifer, një kukull e lënë në divanin e sallonit. Gëzimi, që gjithmonë kishte qenë i përpikt me organizimin e vilës, filloi t'i linte disa objekte jashtë vendit me qëllim. Arbenit i pëlqente të pengojë pas tyre.
I pëlqente të dinte se aty po ndodhte jeta. Një pasdite, Elena kërkoi diçka që i habiti të gjithë. Ishte në kuzhinë me Gëzimin duke ngrënë biskota, kur tha, mund të kemi një qen këtu? Gëzimi gati sa nuk e rrëzoi filxhanin e kafes. Qen? Këtu? Po. Të gjithë kanë qen. Pse ne nuk mund të kemi? Gëzimi u përpoq t'i shpjegonte se ky nuk ishte vendimi i tij, se zotërisë nuk I pëlqente zhurma, se qeni kërkonte punë. Por Elena nuk u bin. Atë natë, në darkë, ajo e ngriti sërish çështjen. Arben, mund të kemi një qen? Arbeni ndaloi së ngrëni. Qen? Po. Një të vogël. Kujdesem unë. Premtoj. Edlira ndërhyri e turpëruar. Elena, pusho. Qeni nuk është lodër. Dhe zoti Arben nuk ka nevojë për këtë këtu. Por Arbeni mbeti mendueshëm. Prej sa kohësh ajo shtëpi nuk kishte tingujete? Prej sa kohësh nuk kishte asgjë përveç heshtjes së rënd të dhomave bosh? Çfarë lloj qeni? Pyeti ai. Elena filloi të përshkruante e entuziazmuar. Donte një të vogël me qime që nuk kafshonte, që të ishte miku I saj. Foli aq shumë sa harroi të hante. Arbeni dëgjonte, pa premtuar asgjë. Por të nesërmen I kërkoi Gëzimit të kërkonte një qendër adoptimi. Një javë më vonë, një këlysh golden retriever mbërriti në vilë. Elena bërtiti aq shumë sa Edlira I u desh t'i kërkonte të qetësoj. Qeni ishte një top me qime të arta, I ngathët, me ato putrat e mëdha për trupin e vogël. Lëpinte këdo, lehte pa pushim, rrëzonte gjëra, për typ të shapka. Ishte kaosi në formë kafshë. Dhe Arbeni e donte këtë. Qeni mori emrin Mjalta, I zgjedhur nga Elena sepse ishte ngjyrë mjalti që ajo hante me bukë. Mjalta u bë pjesë e shtëpisë. Flinte në një shtrat të vogël pranë krevatit të Arbenit, braponte nëpër korridore, ulete hijeve, shtrihej te këmbët e tij gjatë mbledhjeve telefonike. Ishte shoqëri. Ishte zhurmë. Ishte jetë. Një natë, Arbeni ishte ulur në verandë duke dëgjuar zhurmat e kopshtit, kur Elena u afrua me Mjaltën në zinxhir. Arben, mund të bëj një pyetje? Mundesh. Pse nuk del nga shtëpia? Pyetja e kapi në befasi. Nuk ishte diçka që njerëzit e pyesnin zakonisht. Ose e pyesnin me dredhi, me kujdes, me mëshirë. Por Elena e pyeti drejt për drejt, sikur të ishte gjëja më e natyrshme në botë. Sepse nuk shikoj. Është e vështirë të dalësh kur nuk sheh. Po unë mund të vi me ty, unë të ndihmoj. Arbeni buzëqeshi, një buzëqeshje e vogël, por e vërtetë. Ti je shumë guximtare, e di? Unë nuk jam guximtare. Unë jam thjesht unë. Dhe kjo përgjigje e thjesht, e thënë pa u menduar, e goditi Arbenin në shenjë. Elena nuk ishte guximtare. Ajo ishte thjesht ajo. Nuk kishte frikë sepse nuk e njihte peshën e humbjeve, të dhimbjeve, të pritshmërive. Për të, jeta ishte e thjeshtë. Nëse dikush ishte vetëm, uleshe pranë tij. Nëse dikush kishte nevojë për ndihmë, e ndihmoje. Nuk kishte mister. Atë natë, pasi Elena iku, Arbeni qëndroi zgjuar për një kohë të gjatë. Mendonte për pyetjen e vajzës. Pse nuk dilte nga shtëpia? Përgjigjja zyrtare ishte verbëria. Përgjigjja e vërtet ishte frika. Frika të pengoj, të humbiste, të varri nga të huaj, të tregonte dobësi. Frika të jetonte sërish. Në fundjavën pasuese, ndodhi diçka e papritur. Klaudia u shfaq papritur në vilë, siç bënte zakonisht. Por këtë herë, ajo erdhi në një orë tjetër. Ishte 7:30 e mbrëmjes. Ora e darkës. Ajo hyri nga dera kryesore, duke thirrur të vëllan. Gëzimi u përpoq ta lajmëronte se ai po darkonte, por Klaudia nuk priti. Shkoi drejt në sallën e ngrënies. Dhe ngriu në derë. Arbeni ishte ulur në krye të tavolinës. Pranë tij, Elena, me gojën pis me salcë domateje, duke qeshur me diçka që Mjalta kishte bërë poshtë tavolinës. Në anën tjetër, Edlira, duke ngrënë ngadalë, duke u përpjekur t'i mësonte të bijes të përdorte pirunin dhe thikën. Dhe në dy sheme, qeni, duke përtypur një lodër gome. Skena ishte aq e çuditshme, aq jashtë asaj që Klaudia priste, saqë mbeti pa fjalë për disa sekonda. Arben, ç'është kjo?
Arbeni ktheu fytyrën në drejtim të zërit të së motrës. Është darka. Do të hash? Jo. Dua të di çfarë po ndodh këtu. Elena e shikoi gruan me kostum, e frikësuar. Edlira u ngrit shpejt duke fshirë gojen, duke u përpjekur të dukej profesionale. Mirë mbrëma, zonjë. Unë jam punonisja e pastrimit. Po. Klaudia e ndërpreu. E di kush je. Ajo që dua të di është pse po darkon në tavolinën e vëllait tim. Edlira hapi gojen për t'u përgjigjur, por Arbeni foli i pari. Sepse e ftova unë. Ka ndonjë problem? Klaudia e shikoi të vëllan, e pabesueshme. Ky nuk ishte Arbeni që ajo njihte. Arbeni që ajo njihte ishte i mbyllur, i kontrolluar, i largët. Ky këtu ishte i relaksuar, pothuajse duke buzëqeshur, me një fëmijë pranë dhe një qen te këmbët. Duhet të flas me ty vetëm. Tani jo. Po darkoj. Është urgjente. Mund të pres. Klaudia shtrëngoi grushtet duke kontrolluar nervozizmin. Nuk ishte mësuar të kundërshtohej nga i vëllai. Shikoi sërish Edlirën, Elenën, qenin. Kishte diçka që nuk shkonte aty. Diçka që nuk arrinte ta emërtonte, por që e shqetësonte thellësisht. Në rregull. Kthehem nesër. Dhe doli duke përplasur derën më fort se ç'duhej. Arbeni dëgjoi zhurmën e takave të saj që largoheshin, motorin e makinës që ndizej, portën që mbyllej. Elena, me ndjeshmërinë e fëmijëve, pyeti me zë të ulët, u zemërua ajo? U zemërua. Por do t'i kaloj. Pse? Sepse nuk i pëlqejnë ndryshimet. Dhe unë kam ndryshuar. Ke ndryshuar? Si? Arbeni mendoi për një moment. A kishte ndryshuar? Apo thjesht kishte pushuar së i kuri? Mendoj se kam pushuar së pasuri frikë. Nga çfarë? Të jetoj. Dhe ju kthye ushqimit, sikur të ishte gjëja më e thjeshtë në botë. Edlira, në anën tjetër të tavolinës, mbeti duke e parë, pa ditur çfarë të mendonte. A do të shkonte mirë gjithë kjo? A do ta pranonte motra e tij? A nuk do ta humbiste punën për shkak të kësaj? Por Elena tashmë kishte filluar të qeshte sërish, duke bërë mjaltën të kërcente pas një cope buke. Dhe për momentin, kjo ishte ajo që kishte rëndësi. Të nesërmen në mëngjes, Klaudia u kthye. Erdhi herët para orës 8 dhe shkoi drejt në zyrën e Arbenit. Ai ishte në një videokonferencë, por ajo hyri pa trokitur, duke u kërkuar ndjes pjesëmarrësve të mbledhjes dhe duke fikur kompjuterin. Arben, kjo nuk mund të vazhdoj. Çfarë? Kjo situatë. Ti duke darkuar me punonisen dhe vajzën e saj. Kjo nuk është normale. Pse jo? Sepse nuk është. Ti je pronari i shtëpisë. Ajo është punonise. Ka hierarki. Ka kufi. Dhe kush i ka përcaktuar këta kufi? Shoqëria. Arsyeja e shëndosh. Realiteti. Arbeni u mbështet në karrige duke kryqëzuar krahët. Klaudia, që kur të intereson ty se çfarë bëj unë brenda shtëpisë sime? Më intereson kur ti po bën diçka që mund të dëmtoj. Të më dëmtoj si? Në shumë mënyra. Financiarisht. Emocionalisht. Ti je i cenueshëm, Arben. Ke qenë vetëm për vite me radhë dhe pa pritur shfaqet një grua me një fëmijë dhe ti mendon se, mendoj çfarë? Se po më përdor. Se është pas parave të mia. Nuk e thash këtë. Por e mendove. Klaudia pshertiu duke u përpjekur të kontrollohej. Unë vetëm dua të mbroj. Është roli im si motër. Nuk kam nevojë për mbrojtje. Kam nevojë për jetë. Dhe këtë e kanë sjell ato këtu. Ato? Ti as nuk e njeh mirë atë grua. Ajo mund të ketë një të kaluar, mund të ketë borxhe, mund të jetë duke përfituar nga gjendja jote. Arbeni përplasi dorën në tavolinë duke bërë që Klaudia të hidhej një hap prapa. Gjendja ime? Do të thuash verbëria ime? Thuaj e hapur, Klaudia. Ti mendon se unë jam i paftë të marr vendime për veten time. Nuk është kjo. Atëherë çfarë është? Unë thjesht mendoj se duhet të shkosh ngadalë. Ti njohësh më mirë njerëzit para se ti lësh të hyjnë kështu në jetën tënde. Po shkoj ngadalë.
po darkojmë bashk, nuk po I propozoj për martesë. Klaudia u skuq. Ajo bised nuk po shkonte aty ku donte ajo. Në rregull. Do të lë të mendosh. Por nëse ke nevojë për mua, nëse diçka shkon keq, unë do të jem këtu. E di. Ajo doli, duke e lënë Arbenin sërish vetëm. Ai mbeti aty, ulur në errësirë, duke menduar për fjalët e së motrës. A kishte të drejtë ajo? Apo tregoi naiv? Apo përfitonte vërtet Edlira prej tij? Por pastaj I kujtua zëri I Elenës duke e pyetur nëse ishte vetëm. I kujtuan të qeshurat në darka, pesha e mjaltës shtrirë te këmbët e tij, aroma e gjellës së shtëpisë që mbushte kuzhinën. Dhe vendosi se nëse ky ishte një gabim, ishte gabimi më I mirë që kishte bërë prej shumë kohësh. Nëse do të ishit në vendin e Arbenit, do t'i kishit besuar Edlirës dhe Elenës apo do të kishit dëgjuar këshillat e Klaudias? Na tregoni në komente. Javët në vijim ishin të tensionuara. Klaudia filloi të shfaqej më shpesh në vil, gjithmonë me ndonjë justifikim. I duhej një firmë, kishte një mbledhje të rëndësishme, donte të bisedonte për investime. Por Arbeni e dinte. Ajo po vëzhgonte. Po priste ndonjë gabim, ndonjë provë se dyshimet e saj ishin të sakta. Edlira e ndjeu ndryshimin. Ndjente shikimin e Klaudias mbi të, mënyrën si gruaja I bënte pyetje në dukje të pafajshme për jetën e saj, të kaluarën, planet e saj. Përpiqej të mbante kokën ulur, të bënte punën e saj, të mos jepte shkas për ankesa. Por ishte e vështirë. Ishte e vështirë të punoje në ndyshim të vazhdueshëm. Një pasdite, Klaudia e thiri Edlirën për një bisedë në sallën e pritjes. Ishte hera e parë që fliste drejt për drejt me punonjësen. Edlira hyri nervoze, duke fshirë duart në përparse. Ulu, I kërkoi Klaudia, duke I treguar divanin. Edlira u ul në cep, me qëndrimin e ngurtë të dikujt që pret lajme të këqija. Doja të flisja me ty për vëllan tim. Po, zonjë. Ti e di që ai ka kaluar momente shumë të vështira, apo jo? Aksidenti, humbja e gruas, verbëria. Të gjitha këto kanë lënë gjurmë. E imagjinoj, zonjë. Ai është një njeri I ndjeshëm. I cenueshëm. Dhe unë, si motër, kam përgjegjësinë ta mbroj. Edlira tundi kokën, pa ditur se ku po shkonte kjo bisedë. E di që ti dhe vajza jote jeni afruar me të. Dhe e kuptoj që kjo ka ndodhur natyrshëm, pa qëllim të keq. Por unë duhet të sigurohem që ti e kupton pozicionin tënd këtu. Edlira ndjeu një lëmsh në fy. Pozicionin tim? Ti je punonjëse. Ai është shefi yt. Kjo vijë nuk mund të kalohet. Nuk mund të ketë konfuzion për këtë. Nuk ka konfuzion, zonjë. E di shumë mirë kush jam dhe ku jam. Shkëlqyeshëm. Atëherë ti e kupton që çdo lloj afrimi përtej atij profesional do të ishte I papërshtatshëm. Edlira u përmbaj. Donte të bërtiste, donte të thoshte se nuk kishte bërë asgjë të gabuar, se thjesht po tregoi e sjellshme, se e bia ishte vetëm një fëmijë që nuk kuptonte nga klasat shoqërore. Por nuk tha asgjë nga këto. Sepse e dinte se fjalët nuk do ta ndryshonin mendimin e një gruaje si Klaudia. E kuptoj, zonjë. Klaudia buzëqeshi, e kënaqur. Sa mirë. Atëherë jemi në një mendje. Dhe e largoi Edlirën me një gest dore, sikur po përzinte një fëmijë pas një qortimi. Edlira doli nga salla me këmbë që I dridheshin, me zemrën që I rrite fort, me lot që I digjnin në sy. Ajo e dinte çfarë do të thoshte kjo. Po paralajmërohej. Ose do të largohej, ose do ta humbiste punën. Atë natë, në darkë, Edlira ishte shumë e heshtur. Mezi hëngri, mezi foli. Elena, duke e ndjer klimën e çuditshme, gjithashtu u mblodh më shumë. Arbeni e ndjeu ndryshimin. Ka ndodhur gjë? Jo, zotëri. Gjithçka në rregull. Nuk është. Je ndryshe. Edlira mori frym thellë. Donte t'i tregonte, donte të shfryhej, por nuk mundej. Nuk do ta vinte Arbenin kundër motrës së tij për shkakun e saj. Është thjesht lodhje. Ka qenë një ditë e gjatë. Arbeni nuk e besoi, por nuk këmbënguli. Pas darkës, kur Edlira po rregullonte kuzhinën, gëzimi ju afrua. Klaudia foli me ty sot, apo jo? Edlira e shikoi, e habitur.
Foli. Ajo është e shqetësuar për të vëllain. Gjithmonë ka qenë. Por ndonjëherë e tepron. Ajo ka të drejtë, gëzim. Unë jam vetëm punonjëse. Nuk duhet të darkoja me të, nuk duhet ta lija vajzën time të afrohej kështu me të. Kjo do të përfundoj keq. Gëzimi tundi kokën. Ti nuk e parë atë që kam parë unë. E njoh atë njeri prej më shumë se 20 vjetësh. Dhe për herë të parë që nga aksidenti e pash të buzëqeshte vërtet. Për shkak të vajzës tënde. Për shkakun tënd. Edlira fshiu një lot që i shpëtoi. Po sikur Klaudia të ketë të drejtë? Po sikur unë po ja prish jetën? Po sikur ai të pendohet? Gëzimi i vuri dorën në shpatull. Atëherë ai do të ta thotë. Arbeni është një burr i rritur. Lëre atë të vendos. Por Edlira nuk ishte aq e sigurt. Nuk kishte aq besim. Vinte nga një botë ku gjërat e mira gjithmonë kishin një afat skadence. Dhe ai afat po i afrohej fundit. Ditët në vijim ishin më të vështira. Klaudia nuk u dorëzua. Përkundrazi e intensifikoi vëzhgimin. Filloi të shfaqej pa lajmëruar gjithmonë në orare strategjike. 7 të mëngjesit kur Edlira arrinte. Mesditë në orën e drekës. 7 të mbrëmjes në darkë. Shënonte gjithçka, vëzhgonte gjithçka, kërkonte çdo shenjë se dyshimet e saj ishin të sakta. Dhe pastaj ajo punësoi një hetues privat. Nuk i tha asgjë Arbenit, sigurisht. Por duhej të sigurohej. Duhej të dinte kush ishte ajo grua që kishte hyrë në jetën e të vëllait në mënyrë kaq të papritur. Hetuesi ishte diskret, efikas, i shtrenjtë. Rëmoi në jetën e Edlirës si dikush që kthen sirtarët duke kërkuar diçka të fshehur. 2 javë më vonë, Klaudia kishte një raport të trashë mbi tavolinën e zyrës. Foto, dokumente, intervista. Edlira e lindur në Durrës, bia e një punëtori dhe një shtëpiakeje. 4 vëllezër. I ati i vdekur në aksident me motor kur ajo ishte 14 vjeçe. E ëma punonte në fabrikë deri sot. Martesë në moshën 19 vjeç me një djalë që u zhduk pas shtatzanisë. Kishte punuar në restorant, dyqan rrobash, parukeri, zyrë avokatie. Ishte pushuar nga 3 punë në 5 vitet e fundit. Klaudia lexoi gjithçka me vëmendje në rritje. Pushimet nga puna i tërhoqën vëmendjen. Në raport kishte dëshmi të ish shefave. Njëri prej tyre, pronari një restoranti pranë pazarit të ri, tha se Edlira ishte afruar shumë me familjen e tij, se kishte filluar të bëhej pjesë e drekave të së dielës. Se gruaja e tij ishte bërë xheloze dhe kishte kërkuar pushimin e saj nga puna. Një tjetër, avokat në një zyrë në zonën e ish bllokut, raportoi se Edlira i kishte kërkuar hua për shkak të një urgjence mjekësore të së bijës. Ai i kishte dhënë 2 herë, ajo ja kishte kthyer, por gruaja e tij e kishte konsideruar këtë të papërshtatshme dhe kishte sugjeruar që ajo të largohej. Për Klaudian, kjo ishte provë e mjaftueshme. Edlira kishte një model. U afrohej shefave, krijonte lidhje emocionale, kërkonte favore. Dhe tani po bënte të njëjtën gjë me Arbenin. Më keq akoma, po përdorte të bien si karem. Klaudia e çoi raportin në Vil një të premte pasdite. I kërkoi gëzimit të thërriste Arbenin në zyrë dhe mbylli derën. Arbeni ishte në një telefonat, por e mbylli kur vuri re seriozitetin në tonin e së motrës. Duhet të tregoj diçka. Ajo hapi raportin mbi tavolinë dhe filloi të lexonte me zë të larë. Tregoi për punët e mëparshme, për pushimet, për dëshmitë e ish shefave. Nuk u soll rrotull, nuk zbuti asgjë. Donte që Arbeni të kuptonte rrezikun. E sheh? Ajo ka një histori. Një model. U afrohet burrave të cenueshëm, krijon lidhje emocionale dhe pastaj kërkon gjëra. Para, ndihmë, favore. Arbeni qëndroi në heshtje për një kohë të gjatë. Dëgjonte fjalët e së motrës, përpunonte informacionet, përpiqej t'i përshtaste të gjitha me imazhin që kishte për Edlirën. Por nuk përputheshin. Edlira që ai njihte ishte diskrete, punëtore, e rezervuar. Nuk i kishte kërkuar kur asgjë përveç rrogës. Të ka kërkuar para ndonjëherë? Jo. Por është ende herët. Po fiton besimin tënd fillimisht. Ose thjesht nuk është ajo që ti mendon se është. Klaudia përplasi dorën në tavolinë. Arben hap sytë.
Ose më mirë, hap mendjen, pasi syt nuk mund t'i hapësh. Kjo grua po të manipulon. Po përdor të bien për të kapur nga ana emocionale. Dhe ti po bie fiks në grack. Arbeni u ngrit duke mbështetur duart në tavolinë. Ti nuk e njeh atë. Nuk di asgjë për jetën e saj përveç asaj që është shkruar në këtë letër. Letër e ftohtë, pa kontekst, pa humanizëm. Unë di mjaftueshëm për të mbrojtur. Nuk kam nevojë për mbrojtje. Kam nevojë për jetë. Dhe ti po përpiqesh të ma heqësh këtë sërish. Klaudia mbeti pa fjalë për disa sekonda. Ai ton, ajo vendosmëri, nuk ishin të Arbenit që ajo njihte. Je verbuar në më shumë se një kuptim. Po lejon të marrë përpara emocioni, nevoja, vetmia. Dhe kur ta kuptosh se je mashtruar, do të jetë shumë vonë. Atëherë le të jetë shumë vonë. Të paktën do të kem jetuar. Dhe doli nga zyra duke numëruar hapat, duke i përplasur më fort se zakonisht. E la Klaudian vetëm me raportin në duar dhe ndjesin se po e humbiste të vëllan për një të huaj. Atë natë, Arbeni nuk darkoi. I tha gëzimit se nuk kishte uri, se do të rinte në zyrë duke punuar. Në të vërtet, po mendonte. Po mendonte për fjalët e Klaudias, për raportet e hetuesit, për pushimet e Edlirës. A kishte të drejtë e motra? Apo tregoi naiv? Elena trokiti në derën e zyrës rreth orës 7:30. Arben? Nuk do të vish të hash darkë? Jo sot, vogëlushe. Pse? Je sëmur? Jo. Thjesht duhet të punoj. Elena hyri gjithsesi, me atë guximin fëmijëror që nuk kupton nga kufi. U ngjit në prerin e tij, gjë që e bënte tashmë natyrshëm, dhe mbështeti kokën e vogël në gjoksin e tij. Je i mërzitur? Jam. Pse? Sepse ndonjëherë njerëzit i komplikojnë gjërat e thjeshta. Çfarë gjërash? Si miqësia. Si dashuria. Si ti besosh dikuj. Po mua më beson, apo jo? Arbeni e përqafoi vajzën duke ndier aromën e shampos së fëmijëve, ngrohtësinë e vogël të trupit të saj. Të besoj. Po mamin tim? I beson asaj? Pyetja e kapi në befasi. Si t'ja shpjegonte një fëmijë se besimi i të rriturve është i komplikuar, plot shtresa, frikëra, trauma? Dua t'i besoj. Atëherë beso. Është e lehtë. Nuk është aq e lehtë. Po, është. Mbyll syrin, hap zemrën dhe kaq. Arbeni qeshi, një e qeshur e trisht por e vërtetë. Ku e ke mësuar këtë? Në kokën time. Unë i shpik gjërat. Dhe doli me vrap duke e lënë Arbenin sërish vetëm. Por fraza mbeti duke jehuar. Mbyll syrin, hap zemrën dhe kaq. Sikur të ishte kaq e thjeshtë. Të nesërmen, Klaudia u kthye. Por këtë herë nuk ishte vetëm. Solli një avokat. Një burr rreth të 60-tave me kostum gri, çantë lëkure, syze optike. Ai u prezantua si avokat Anton Gjoni, specialist në të drejtën familjare dhe trashëgimin. Arbeni ishte në sallonin e ndenjes kur ata erdhën. Gëzimi u përpoq ta lajmëronte më parë, por Klaudia ishte më e shpejtë. Hyri pa kërkuar leje, me avokatin pas saj. Arben, ky është avokat Antoni. I kërkova të vinte këtu sepse duhet të flasim për çështje ligjore. Çështje ligjore? Çfarë çështjesh? Avokati u kollit me atë zërin profesional dhe të ftohtë. Zoti Kulla, motra juaj më kontaktoi e shqetësuar për situatën tuaj. Ajo beson se ju mund të jeni në një pozicion të cenueshëm, si emocionalisht ashtu edhe financiarisht, për shkak të gjendjes suaj vizuale dhe traumës së fundit. Si avokat i familjes, erdha të paraqes disa masa për mbrojtjen e pasurisë që mund të jenë të dobishme në këtë moment. Arbeni ktheu fytyrën në drejtim të avokatit, pa shprehje. Mbrojtje të pasurisë? Po. Bëhet fjalë për një dokument që vendos klauzola sigurie në lidhje me pasurinë tuaj. Për shembull, kufizime për donacione, kufizime për përfshirjen e përfituesve në testament, kontroll mbi transaksionet financiare mbi një vlerë të caktuar. Janë masa të zakonshme për njerëzit në situatë të cenueshme. Të cenueshme. Kjo fjalë sërish. Unë nuk jam i cenueshëm. Jam i verbër, jo i paaftë.
Askush nuk po thot se jeni i paaft, ndërhyri Klaudia. Por ti je vetëm i larguar nga bota prej vitesh dhe papritur shfaqet një person që të afrohet në mënyrë shumë të shpejtë. Është vetëm një mas paraprake. Një mas paraprake kundër çfarë? Kundër të qenit i lumtur? Kundër të qenit i mashtruar. Arbeni u ngrit duke u mbështetur te Karigia. E kuptoj. Pra, ju doni që unë të firmos një letër ku them se nuk i besoj vetes për të marrë vendime. Se kam nevojë për kujdestari. Kjo është. Nuk është kujdestari, sqaroi avokati. Është vetëm një mbrojtje e përkohshme, ndërsa ju përshtateni me këtë fazë të re të jetës suaj. Dhe nëse nuk dua ta firmos, Klaudia shkëmbeu një shikim me avokatin. Ajo e kishte pritur këtë rezistencë. Dhe kishte një plan B. Atëherë do të më duhet të bëj një kërkesë për kujdestari ligjore në gjykatë. Duke pretenduar se ti nuk je në gjendje të administrosh pasurinë tënde vetë. Arbeni ndjeu gjakun t'i ngri. Kujdestari ligjore. Ajo po fliste seriozisht. Po kërcënonte t'i hiqte autonominë, lirinë, dinjitetin. Të gjitha në emër të një mbrojtjeje që ai nuk e kishte kërkuar. Do ta bëje këtë? Motra jote? Do ta bëja. Sepse të dua. Dhe nuk do të rri duar kryq duke të parë të dorëzohesh te një oportuniste. Arbeni qëndroi në heshtje për një kohë të gjatë. Ndjente zemërimin që i ngrihej, por edhe frikën. Frikën të humbiste gjithçka. Shtëpinë, kompaninë, autonominë. Frikën të kthehej në atë njeri të mbyllur, të izoluar, pa zë. Mund të dilni? Duhet të mendoj. Klaudia dhe avokati dolën duke lënë dokumentet mbi tavolinë. Arbeni mbeti aty vetëm duke ndier peshën e atij kërcënimi. Gëzimi hyri disa minuta më vonë, diskret si gjithmonë. Zotëri, mund t'ju sjell një kafe? Mundesh. Gëzimi u kthye me filxhanin dhe qëndroi aty duke pritur. E njihte Arbenin mjaftueshëm për të ditur kur ai kishte nevojë të fliste. Ajo po kërcënon të kërkoj kujdestari ligjore, gëzim. Dëgjova. Ajo mendon se unë jam i paaft. Se kam nevojë për mbrojtje. Se nuk e di çfarë po bëj. Dhe ju e dini? Arbeni mendoi për një moment. Jo. Nuk e di. Nuk e di nëse po bëj gjën e duhur. Nëse po tregohem naiv. Nëse po hapem për t'u lënduar sërish. Por e di që nuk dua të kthehem të darkoj vetëm. E di që nuk dua të kthehem në atë errësirë. Atëherë ju tashmë e dini se çfarë të bëni. Arbeni tundi kokën ngadalë. Gëzimi kishte të drejtë. Ai e dinte. Por të dish dhe të bësh ishin gjëra të ndryshme. Edlira, atë pasdite, po mbaronte pastrimin e sallonit kur dëgjoi zëra të lartë që vinin nga zyra. Njohu zërin e Klaudias, zërin e një burri që nuk e njihte, dhe zërin e Arbenit, më të lartë se zakonisht. Qëndroi e palvizur, pa ditur nëse duhej të ikte apo të rrinte. Kur Klaudia dhe avokati dolën, kaluan pranë saj pa thënë asgjë. Por shikimi që Klaudia i hodhi ishte i qartë. Ishte një shikim paralajmërimi. Kërcënimi. Edlira e mbaroi punën shpejt dhe shkoi të kërkonte Elenën. Vajza ishte në kopsht me mjaltën duke vrapuar pas fluturave. Edlira e thiri duke i thënë se ishte koha për të ikur. Elena u ankua, si gjithmonë, por u bin. Rrugës për te dalja, kaluan nëpër korridorin që të çonte në zyrë. Dera ishte gjysmë e hapur. Arbeni ishte aty brenda, ulur, i palvizur, me kokën ulur. Elena lëshoi dorën e së-ëmës dhe vrapoi drejt tij. Arben. Ne po ikim. Arbeni ngriti kokën, i habitur. Nuk e kishte dëgjuar të vinte. Tashmë? Po. Mami tha se është vonë. Në rregull. Shihemi nesër, atëherë. Elena i përqafoi këmbët, fort. Do të hash darkë vetëm prapë? Arbeni nuk diti çfarë të përgjigjej. Elena e vuri re hezitimin. Nuk mundesh, e di? Askush nuk darkon vetëm. Nesër unë kthehem dhe ham bashk. Premton? Premtoj. Dhe doli me vrap. Edlira qëndroi në derë, e zënë ngushtë, pa ditur nëse duhej të thoshte diçka. Arbeni e ndjeu praninë e saj. Edlira?
Po, zotëri? Mund të hysh një moment? Ajo hyri duke mbyllur derën ngadalë pas vetes. Arbeni i tregoi një karrige. Ulu. Edlira u ul në cep me duart e bashkuara në prehër. Priste më të keqen. Priste të pushoi nga puna. Priste të dëgjonte se nuk ishte më e mirë pritur, se kishte kaluar kufit, se kishte shkaktuar shumë probleme. Por Arbeni tha diçka tjetër. Motra ime mendon se ti po përfiton prej meje. Edlira ndjeu fytin tim mbyllej. Lotët erdhen shpejt duke i djegur syt. Nuk po përfitoj, zotëri. Betohem. Nuk kam dashur kur asgjë tjetër veç se të punoj. Gjithçka ndodhi pa dashje, Elena që e di. Të besoj. Edlira ndaloi së foluri e habitur. Më besoni? Të besoj. Por motra ime po kërcënon të kërkoj kujdestari ligjore. Do të ma heqë kontrollin e jetës sime. Dhe ajo ka argumente. Ka dokumente. Ka një avokat. Edlira fshiu lotët me kurrizin e dorës. Atëherë unë do të iki. Do të kërkoj një punë tjetër. Nuk dua t'ju shkaktoj probleme. Jo. Nuk do të ikësh. Jo për shkakun e saj. Por zotëri, Edlira, ti solle vajzën tënde të darkonte me mua. Një fëmijë 2 vjeçar që nuk e dinte kush isha, që nuk donte asgjë prej meje, që thjesht nuk donte të më shihte vetëm. Kjo ma ndryshoi jetën. Dhe unë nuk do të lejoj që motra ime ta shkatërroj këtë. Edlira qau me dënes, duke u përpjekur të kontrollonte lotët. Unë vetëm doja të punoja. Vetëm kaq. Por Elena ajo nuk kupton nga dallimet shoqërore, nga shefi dhe punonjësi. Për të, ju jeni thjesht një person i vetmuar që kishte nevojë për shoqëri. Dhe ajo kishte të drejtë. Të dy qëndruan në heshtje për një moment. Një heshtje e ngarkuar me frikë, me shpresë, me diçka që asnjëri prej tyre nuk dinte ta emërtonte. Por a do të shkojë gjithçka mirë? Pyeti Edlira me zërin që i dridhej. Nuk e di. Por do të përpiqem. Atë natë, Arbeni darkoi vetëm. I kërkoi gëzimit t'i thoshte Edlirës se po punonte, se nuk donte të shqetësohej. Në të vërtetë, duhej të mendonte. Duhej të vendoste se çfarë të bënte. Ti firmoste letrat dhe ti dorëzoi kontrollit të së motrës? Apo të luftonte për autonominë e tij, edhe duke rrezikuar të humbiste gjithçka? Ndërsa hante në heshtje, dëgjoi hapa të vegjël në korridor. Elena. Ajo ishte kthyer. Hyri në sallën e ngrënjes me Edlirën pas duke kërkuar falje. Më iku prap. Më falni, zotëri. Por Elena tashmë ishte ngjitur në karrigen pran Arbenit. Ti premtove se nuk do të darkoje vetëm. Arbeni ndjeu gjoksin t'i shtrëngoi. Ajo vajzë e vogël, kokfort, guximtare, kishte të drejtë. Ai kishte premtuar. Dhe premtimet kishin rëndësi. Është e vërtetë. Premtova. Do të hash darkë me mua? Dua. Dhe Edlira gjithashtu? Edlira e shikoi Arbenin me syt ende të kuq nga të qarat. Ai tundi kokën në një gjest ftese. Ajo u ul ngadalë sikur po shkelte mbi akull të hollë. Atë natë, tavolina u kthye të kishte 3 pjata. Dhe në 2 sheme, mjalta gërhiste i kënaqur. Jashtë, Klaudia shite gjithçka nga dritarja, e mbështetur te makina. Shite të vëllan duke buzëqeshur, fëmijën duke qeshur, punonjësen duke ngrënë pranë tij. Dhe e dinte se kishte humbur betejën e parë. Por lufta ishte larg përfundimit. Në ditët në vijim, tensioni u rrit. Klaudia filloi të bënte vizita të përditshme, gjithmonë duke sjellë dokumente të reja, argumente të reja, avokat të rinj. Arbeni rezistonte, por e ndjente rrethimin që po shtrëngohej. Kompania ishte në lojë, shtëpia ishte në lojë, autonomia e tij ishte në lojë. Dhe ai nuk e dinte sa kohë do të arrinte të duronte. Presioni i Klaudias u bë i padurueshëm. Ajo nuk ndalej. Çdo mëngjes sillte një argument të ri, një strategji të re, një dokument të ri për ta firmosur Arbeni. Thonte se po e bënte këtë për dashuri, për përgjegjësi, për detyrë familjare. Por Arbeni ndjente diçka tjetër.
Ndjente kontrollin, nevojën e saj për të mbajtur gjithçka nën komandë, frikën e humbjes së pushtetit që kishte ndërtuar në 7 vitet e fundit, ndërsa ai fshihej nga bota. Një të martë me shi nëntori, Arbeni pati një krizë. Ishte në zyrë vetëm kur ndjeu tensionin t'i rritej. Zëri i Klaudias i jehonte në kokë, i përzier me dyshimet, me frikën, me fajin. Po sikur ajo të kishte të drejtë? Po sikur ai vërtet po manipulohej? Po sikur gjithçka të ishte një kurth dhe ai po binte si një budalla. Mori telefonin dhe i ra Edlirës. Ajo ishte në lavanderi duke palosur peshqir. Edlira, mund të vish këtu? Ajo la gjithçka dhe shkoi. E gjeti Arbenin ulur në karrigen e zyrës me kokën mes duarve me frymëmarrje të rënduar. Qëndroi në derë pa ditur çfarë të bënte. Zotëri? Jeni mirë? Jo. Nuk jam. Ai ngriti fytyrën. Edhe pse nuk shihte, dukej sikur e shikonte drejt në sy. Duhet të di të vërtetën. Pa dredhi. Pse je këtu? Për punën? Apo ka diçka më shumë? Edlira ndjeu botën t'i dridhej nën këmbë. Ajo pyetje. Pyetja që kishte frikë se do t'ia bënin. Pyetja për të cilën nuk kishte një përgjigje të thjeshtë. Nuk e di, zotëri. Si nuk e di? Edlira u ul në karrigen përballë tij me duart që i dridheshin. Kur erdha të punoj këtu, ishte vetëm për punën. Vetëm kaq. Por pastaj Elena asaj i pëlqyet ju. Dhe ju ishit i sjellshëm me të. Dhe unë pash diçka që nuk prisja ta shija. Çfarë? Një njeri të vetmuar. Një njeri të mbyllur. Një njeri që dukej se kishte hequr dorë nga jeta. Dhe unë e kuptova atë. Sepse edhe unë kam pasur dëshirë të heq dorë. Kur babai i Elenës iku, kur mbeta vetëm me një foshnjë të porsalindur, pa para, pa mbështetje, pa shpresë. Gati sa nuk hoqa dorë. Por nuk hoqa dorë për shkakun e saj. Sepse fëmia të detyron të vazhdosh, e dini? Fëmia nuk kupton nga heqja dorë. Arbeni dëgjonte në heshtje, me frymëmarrjen ende të rënduar. Dhe kur e pash Elenën të ulej pran jush atë natë të parë, kur ju pash të buzëqeshnit për herë të parë, mendova se ndoshta ne mund të ndihmonim. Jo për para. Jo për interes. Por sepse vetmia e njeh vetmin. Dhe ne ishim vetëm gjithashtu. Secili në mënyrën e vet. Lotët i rridhnin në përfaqe tani, pa kontroll. Por nëse ju mendoni se unë jam këtu për një arsye tjetër, nëse ju mendoni se po përfitoj, unë do të iki. Sot. Nuk dua të shkaktoj probleme. Nuk dua që ju të humbisni asgjë për shkakun tim. Arbeni qëndroi në heshtje për një kohë të gjatë. Pastaj zgjati dorën duke kërkuar të sajën. Edlira e kapi, e habitur. Të besoj. Por motra ime nuk do të heqë dorë. Dhe unë nuk e di sa kohë mund të rezistoj. Ajo po kërcënon të kërkoj kujdestari ligjore. Dhe nëse ja del, unë humbas gjithçka. Edhe të drejtën për të zgjedhur me kë shoqërohem. Atëherë unë do të iki. Para se të ndodh kjo. Para se ju të humbisni gjithçka. Jo. Nuk dua të ikësh. Por zotëri, dua të rish. Dhe unë do të gjej një mënyrë për ta zgjidhur këtë. Ai ja shtrëngoi dorën fort. Ishte një kërkesë. Një lutje. Një vot besimi në një botë ku besimi dukej gjithnjë e më i rrallë. Atë natë, pasi Edlira dhe Elena ikën, Arbeni mori një vendim. I telefonoi një avokati që nuk ishte i lidhur me Klaudian, dikujt të besuar që kishte punuar me të atin vite më parë. Avokat Marcel Sula, një avokat tashmë në pension, por që ende merrte raste të veçanta. I shpjegoi situatën, dokumentet që Klaudia donte t'i firmoste, kërcënimin e kujdestarisë ligjore. Marceli dëgjoi gjithçka me vëmendje. Arben, motra jote mund edhe të provoj, por kujdestaria ligjore nuk është diçka e thjeshtë. Duhet të provoj se ti je i paaftë. Dhe ti nuk je. Ti administron një kompani, merr vendime komplekse, jeton në mënyrë të pavarur. Verbëria nuk është sinonim i paaftësisë. Po sikur ta bind gjykatësin? Nuk do ta bind. Jo me argumentet që ka. Por unë sugjeroj që ti të veprosh para saj.
Bëj një ndjekje psikologjike, trego se je në kontroll të plot të aftësive të tua mendore. Dhe nëse ajo vërtet e bën kërkesën, ne e kundërshtojmë. Me forcë. Arbeni e mbylli telefonin duke u ndier pak më i fortë. Pak më i përgatitur. Por ende kishte frikë. Frikë të humbiste, frikë të lëndoi, frikë të besonte dhe të tradhtoi sërish. Në ditët në vijim, Klaudia vuri re se i vëllai ishte ndryshe. Më i vendosur. Më i prerë. Dhe kjo e friksoi edhe më shumë. Ajo u kthye në Vilnië të premte me një propozim final. Arben, kam menduar shumë. Dhe kam arritur në një marrëveshje. Nëse ti firmos një dokument që kufizon donacionet dhe ndryshimet në testament, unë heq dorë nga kujdestaria ligjore. Ti ruan autonomin tënde, unë rri e qetë. Arbeni, që ishte në verandë me mjaltën shtrirë të këmbët, nuk lëvizi. Dhe nëse nuk e firmos, atëherë unë do të vazhdoj me procesin. Dhe ti e di që do të përdor të gjitha burimet që kam. Përfshirë përdorimin e dhimbjes sime kundër meje? Nëse është e nevojshme. Arbeni mori frym thellë. E dinte se ky ishte momenti. Ose do të lëshonte pe, ose do të luftonte. Dhe ishte lodhur se lëshuari pe. Atëherë vazhdo. Fillo procesin. Por do të humbasësh. Klaudia zgurdulloi sytë. Po bën blofin. Jo. Ti mund të përpiqesh të më kontrollosh, mund të përpiqesh të më bindësh se jam i paaftë, por nuk jam. Unë jam i verbër, Klaudia. Nuk jam i çmendur. Nuk jam i paaftë. Dhe kam të drejtën të zgjedh kë dua në jetën time. Edhe nëse ata njerëz po të përdorin? Edhe nëse ti mendon se po. Sepse unë preferoj të rrezikoj dhe të lëndohem se sa të kthehem në atë burg që ndërtova në 7 vitet e fundit. Klaudia mbeti pa fjalë. Për herë të parë pas shumë kohësh, pa të vëllain e vërtetë. Jo burrin e thyer që ishte përpjekur ta kontrollonte. Por burrin që ai po bëhej sërish. Do të pendohesh. Ndoshta. Por do të jetë pendimi im. Zgjedhja ime. Jeta ime. Dhe i ktheu shpinën duke e mbyllur bisedën. Klaudia mbeti aty në këmbë duke ndier kontrollin të rrëshiste nga gishtat. Doli nga vila pa thënë më asgjë. Por Arbeni e dinte se kjo nuk kishte mbaruar. Ajo ende mund ta fillonte procesin. Ende mund të luftonte. Dhe betejë ishte larg përfundimit. Atë natë, në darkë, Elena vuri re se Arbeni ishte i tensionuar. Ajo u ngjit në prerin e tij, gjë që e bënte gjithmonë, dhe mbështeti ballin të i tij. Je i shqetësuar? Jam. Për çfarë? Për gjëra të rriturish. Po unë mund të ndihmoj. Unë gjithmonë ndihmoj. Arbeni e përqafoi vajzën duke ndier aromën e shampos, ngrohtësinë e vogël të trupit të saj. Ti më ke ndihmuar më shumë se ç'e imagjinon. Si? Më kujtove se ja vlen të jetosh. Edhe kur dhem. Edhe kur është e vështirë. Elena mbeti mendueshëm për një moment. Pastaj pyeti me atë sinqeritetin brutal të fëmijëve, të pëlqen mami im? Arbeni u mbyt. Edlira, që ishte në anën tjetër të tavolinës, u skuq. Elena. Kjo nuk pyetet. Por Elena këmbënguli duke e parë Arbenin me ata sytë e mëdhenj e kureshtar. Të pëlqen? Arbeni mori frym thellë. Ajo pyetje. Pyetja që ishte shmangur t'ia bënte vetes. Sepse përgjigjja ishte e komplikuar, e frikshme, shumë reale. Më pëlqen. Po. Edlira ndaloi së ngrëni me zemrën që i rrite fort. Elena festoi sikur të kishte zbuluar një sekret të rëndësishëm. Atëherë do të martoheni? Elena. Edlira ishte bërë e kuqe tani. Çfarë? Kur dikujt i pëlqen dikush, ata martohen. Si te përralla. Arbeni qeshi, një e qeshur nervoze por e vërtetë. Nuk është aq e thjesht, vogëlushe. Pse jo? Sepse të rriturit i komplikojnë gjërat e thjeshta. Atëherë shkomplikoje. Dhe doli me vrap duke i lënë dy të rriturit vetëm në tavolinë, në heshtjen e sikletshme të atyre që e dinë se një fëmijë sapo ka prekur një plag të hapur. Edlira ishte e para që foli.
Zoti Arben, mund të më therasësh thjesht Arben. Arben, atëherë. Unë nuk dua që ti të ndihesh i presionuar. Elena është fëmijë. Ajo nuk kupton. Por ajo ka të drejtë. Ti më pëlqen. Dhe kjo më frikson. Edlira e shikoi me sytë plot lodh. Pse? Sepse unë kam humbur gjithçka një herë. Humba gruan time, humba djalin tim, humba shikimin. Dhe ideja të hapem sërish, të besoj sërish, të dua sërish është tmerruese. Edlira zgjati dorën duke i prekur fytyrën me delikatesë. Edhe unë kam frikë. Frikë se nuk jam e mjaftueshme. Frikë se po hy në një botë që nuk është e imja. Frikë se gjithë kjo do të mbaroj dhe ne do të lëndohemi. Atëherë kemi frikë bashkë. Dhe ai ja kapi dorën duke gërshetuar gishtat. Nuk ishte një propozim martese. Nuk ishte një deklarat madhështore. Ishin thjesht dy të rritur të friksuar, të lënduar, të vetmuar që vendosën të provonin sërish. Bashkë. Në javët në vijim, marrëdhënia mes Arbenit dhe Edlirës u pje. Nuk ishte një romancë e menjëhershme. U ndërtua në biseda në kuzhinë pasi Elena flinte, në çajra të pirë bashkë në verandë, në heshtje të rehatshme, në përqafime që zgjasnin pak më shumë se ç'duhej. Arbeni i tregoi për Valbonën, për aksidentin, për djepin që ishte ende i montuar në dhomën e mbyllur. Edlira e dëgjoi pa gjykuar, pa u përpjekur ta rregullonte, thjesht e dëgjoi. Dhe kjo ishte më shumë se ç'priste ai. Edlira, nga ana e saj, i tregoi për baban e Elenës, për vitet e vështira duke rritur vajzën vetëm, për frikën e vazhdueshme se nuk do të arrinte t'i jepte vajzës gjithçka që meritonte. Arbeni e dëgjoi gjithashtu dhe për herë të parë kuptoi se të gjithë mbanin plagët e tyre, frikrat e tyre, humbjet e tyre. Një pasdite, Arbeni bëri diçka që nuk e kishte bërë prej 7 vitesh. I kërkoi Gëzimit ta çonte jashtë vilës. Vetëm deri te porta, asgjë më shumë. Por ishte një hap. Një hap jashtë burgut që ai vetë kishte ndërtuar. Gëzimi e udhëhoqi me kujdes duke i numëruar çdo shkallë, çdo disnivel. Dhe kur Arbeni shkeli në trotuar, ndjeu erën në fytyrë. Dëgjoi zhurmat e rrugës, zhurmën e makinave, zërat e njerëzve që kalonin. Ishte jashtë. Më në fund. Klaudia nuk e filloi procesin e kujdestarisë ligjore. Jo sepse kishte hequr dorë, por sepse e kuptoi se do të humbiste. Arbeni ishte më i fortë, më i vendosur, më i gjallë se në vitet e fundit. Dhe ajo, pavarësisht gjithçkaje, nuk donte ta shkatëronte të vëllan. Donte ta mbronte. Por po mësonte ngadalë se mbrojtja nuk është kontroll. Një pasdite dhjetori, Arbeni bëri diçka që i habiti të gjithë. E thiri Edlirën për një bisedë në verandë. Elena po luante në kopsht me mjaltën dhe dy të rriturit qëndruan aty, ulur pranë njëri tjetrit, duke dëgjuar këngën e gjinkalave. Edlira, dua të bëj një kërkesë. Ajo e shikoi, kurreshtare. Çfarë kërkese? Arbeni nxori një kuti të vogël nga xhepi. Duart i dridheshin. Nuk mund ta shite fytyrën e saj, por ndjeu frymëmarrjen e saj të ndryshonte, ndjeu heshtjen e rëndë të pritshmërisë. E di që është herët. E di që ende po njihemi. E di që ka 1000 arsye që ti të thuash jo. Por unë nuk dua të pres më. Nuk dua të jetoj më me frikë. Kështu që po të pyes, a pranon të martohesh me mua? Edlira mbeti pa fjalë. Shikoi kutin, Arbenin, Elenën që vraponte në kopsht. Mendoi për gjithçka që kishte kaluar, për të gjitha luftërat, për të gjitha netët duke fjetur në divanin e vogël të apartamentit me qira. Dhe mendoi për atë që mund të ishte. Një shtëpi plot jetë, një familje, një rifillim. Pranoi. Arbeni hapi një buzëqeshje të madhe, i lehtësuar. Edlira mori kutin, e hapi, pa unazën e thjesht por të bukur. Dhe për herë të parë pas shumë kohësh, besoi se gjërat e mira mund të ndodhnin edhe për njerëz si ajo. Elena, sigurisht, ishte e para që bërtiti. Kishte parë gjithçka nga larg dhe erdhi me vrap, duke kërcyer, duke festuar sikur të kishte fituar dhuratën më të mirë në botë. Do të martoheni. E thash unë. E kam ditur gjithmonë. Dasma ishte e thjeshtë. Në verandën e vilës, me lule nga kopshti, pak të ftuar. Gëzimi qau në heshtje, Klaudia mori pjesë dhe qau gjithashtu, pa e pranuar.
Elena ishte shoqëruesja më e gjallë që ka ekzistuar ndonjëherë dhe mjalta lehu gjatë gjithë ceremonisë. Nuk ishte perfekte, por ishte reale. Ishte e tyre. Muaj më vonë, erdhi lajmi i shtatzënisë. Arbeni pati frikë, sigurisht. Fantazma e së kaluarës u kthye me forcë. Por Edlira ja kapi dorën dhe i tha se do ta kalonin këtë bashkë. Dhe e kaluan. Kur foshnja lindi i shëndetshëm duke qarë fort në maternitet, Arbeni e mbajti të birin në krah dhe më në fund e kuptoi. Jeta nuk e kthen atë që ka marrë, por ofron mundësi të reja. Histori të reja. Fillime të reja. Vite më vonë, ulur në të njëjtën verandë ku gjithçka kishte filluar, Arbeni dëgjonte Elenën duke i lexuar një libër me zë të lartë vëllai të vogël. Dëgjonte Edlirën duke kënduar në kuzhinë. Dëgjonte mjaltën duke i lejur një maceje që kaloi në mur dhe kuptoi se më në fund kishte gjetur atë që kërkonte. Nuk ishte mungesa e dhimbjes. Nuk ishte një jetë pa humbje. Ishte guximi për të vazhduar. Për të hapur derën kur dikush trokiste. Për të pranuar se ja vlen të provosh edhe kur dhem. Sepse ndonjëherë shpëtimi vjen në formën e një gjesti të thjeshtë. Një fëmijë që refuzon të lërë dikë të darkojë vetëm. Një nën që kapet fort pas dorës së bijës. Një burr që vendos se të jetosh me frikë është më keq se të rrezikosh të lëndohesh sërish. Dhe kështu Arben Kulla, biznesmen i verbër, trashëgimtar i një perandorie tekstilesh, njeri që kishte humbur gjithçka, mësoi të rifillonte. Jo vetëm, por i shoqëruar nga një familje që nuk ishte në plane, por që ishte pikërisht ajo që i duhej. Një familje e ndërtuar në mes të kaosit, mes autobusëve të vonuar, vizatimeve të zhubravitura, pjatave me ushqim të thjeshtë dhe vendimeve të vështira. Një familje që provoi se konflikti më i madh nuk janë paratë, por frika për të dashuruar. Dhe se përmbysja më e madhe nuk është një mashtrim, por guximi për të thënë po kur jeta ofron një shans të dy. Arbeni nuk pa më kurrë me sy, por mësoi të shite në mënyra të tjera. Të shite përmes të qeshurave të Elenës, të qarit të birit, zërit të Edlirës, lejes së mjaltës. Të shite përmes prekjes, aromës, tingullit. Të shite përmes zemrës. Dhe zbuloi se ky shikim ishte më i qartë se çdo tjetër që kishte pasur më parë. Të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Arbenit, Edlirës dhe Elenës t'ju ketë prekur zemrën. Nëse jeni emocionuar me këtë udhëtim rifillimesh, guximi dhe dashurie, klikoni butonin e pëlqimit, abohuni në kanal dhe na tregoni në komente se çfarë ju la më shumë mbresa në këtë histori. Çdo ditë, ne sjellim histori intensive si kjo, që zbulojnë anën më të thellë të shpirtit njerëzor, histori për tejkalimin, familjen dhe forcën që gjejmë kur vendosim të mos heqim dorë. Ju presim në episodin e ardhshëm me një histori të re që do t'ju prek emocionet. Shumë faleminderit që na ndoqët.